citoj diçka prej teje. Falenderoj njerëzit e liq, ignorant, hipokrit, e me cilësit të tilla që kam takuar njetë. Kam mësuar shumë prej tyre, e janë shembulli më i mirë i asaj që nuk dua të jem, as nuk dua të bëhem. 2013 e ke thonë kështu. 2024-ën, ke thonë njerëzit interesgji nuk i don as Zoti. Më pëlqyn këto dyja, do më thonë brenda një dekade aty je. Si janë takimet tua me ta lloj njerëzish, apo me këtë lloj njerëzish? Atë frymëzojnë për me shkru poezi, për shembull, apo... Atëherë, këta takimet me këto lloj njerëzish, jo vetëm unë, po besoj se kemi të shpeshta, shumica prej neve, sepse gjithnjë më tepër po kalojmë në një shoqëri individualiste, po domethënë ne kemi zbehur atë ndjenjen që na ka karakterizuar si popull me ndjenjë solidariteti, kështu që i hasim jo vetëm unë, por secili nga ne këta njerëz. Këta njerëz fatkeqësisht ose fatmirësisht, sepse vetë fakti që juve ju kanë bërë përshtypje, i bie që po më i kanë qenë statuse pak a shumë të mira, mua më inspirojnë vetëm të shkruaj statuse, as pak poezi. Do më thonë veç aty mbetet, në diskutim në rrjetet sociale. Sepse për poezi dëshiroj të frymëzohem nga gjëra të bukura. Jeta mendoj që ka edhe gjëra shumë pozitive, përpos këtyre njerëzve që i takom, unë takoj edhe shumë njerëz mirë, takoj njerëz energjia e mirë të cilëve është ngjitse, kjo që zakonisht inspirohem më shumë nga ato. Të tentoj të inspirohem nga ata, se sa nga njerëzit e leq ose nga njerëzit e këqe. Po, kur i takoj ata, thëm, o Zot, shumë mirë që takova, shpresoj që kur njetë mos bëhem e tillë, kaq mjafton. Kaq mjafton. Ama kjo, për cilët, vazhdimisht, takon njerëz të tillë, çfarë nuk lejon të të ngjitet nga këta njerëz? Dashaketësia. Dashaketësia. Sepse mendoj që dashaketësia edhe mos mirënjohja janë prej veseve më të këqija që mund t'i posedojë një njeri. Kur je dashakeqës, me të vërtet nuk dojnë as Zoti, nuk dojnë as hynit ose në çka do që besan. Edhe kur je po ashtu jo mirënjohës. Për mu mirënjohja është prej virtyteve më të thella dhe më të vlerësuara dhe tentoj ta kultivoj gjithmonë atë. Por edhe dashaketësia, po mendoj si ves është ves që zakonisht i shëmtuar. Pse? Sepse ne duhet të jemi në gjendje të gëzohemi për sukseset, për arritjet e secilit. Sepse secili nga ne e ka kohën tonë, secili nga ne e ka stinën tonë. Suksesi tjetrit nuk ta minimizon suksesin tonë. E lehtë kjo për të thënë, po e vështirë për të akceptuar në shoqëri si e jona. Tani, këta njerëz gjithmonë kanë qenë këtu, apo siç duket janë krijuar dhe po i krijon kjo kohë sotmja? Atëherë, mendoj që janë, sa i përket kësaj, janë dy rryma. Ne mund të përlas për para luftën, sepse kam qenë e vogël, por mbaj mend shumë gjëra. Kemi qenë si shoqëri shumë kolektive. Thash më herët që kemi pas ndjenjën e solidaritetit. Besoj që rrethanat në cilat kemi jetuar na e kanë shkaktuar atë, sepse kemi patur një armik të përbashkët dhe kemi qenë të gjithë kundër një armikut. Kemi qenë në okupim me institucione paralele në për sfida shumë të mëdha. Ndërsa pas luftës, disi u fotëm garë me një tjetrin. Po me një garë ashtu jo leale, jo besnike, me një garë të shëmtuar. Sepse disi është krijuar e ndjesia që nëse Resuli ka sukses, ne do të agjerizojmë atë, ne do të bëjmë gjithë shka që ta pengojmë, ne do t'ja futim një shkop mes rrotave, që të mos alejojmë ta ecë për para. Sepse mendon që suksesi i Resulit në këtë rast, pa që po të marrë shembull. Hipotetika është, kjo krejt në rregull është? E minon apo e zvoglon suksesin e tyre. Ndërsa unë për vete, gjithmonë kur gëzohem për të arriturat e tjerëve në çfarëdo fushë, marr një lajm të mirë për diçka që më duke pritur për vete. Sepse thash më herët që energjia pozitive është ngjitse. Kur teja dëshiron të mirën dikujt ose kur te gëzohesh për dikën, e mira gjenë edhe ty. Se cile kemi fatin tonë, cile kemi riskun tonë për mu shprehje gjuhë popullore.